نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. Lazëm të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë Allahut. Lumë na që jena besimtar të ti, na ka dashur Allahu të mirën, na ka udhëzu, nuk ka parë në botë që e pagun shahadetin edhe sezdën edhe lhamin që na ka mundësu të jemi besimtar ti. Po dhe të njëjtën kohë nuk ka pasuni më e madhe ftyrë tokë se me kanë pjesëtari umetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kur i erdhi momenti Resulullahit alayhi salatu wassalam me dorëzu shpirtin, meleku i vdekjes nuk bëj ke ball me hinë dhëm, aty ku ishte shtrit Muhamedi alayhis salam. Banë men, o anku meleku të Allahu ka thonë s'moj me hi, edhe në më vjen. Edhe ka orë Gjebraili alayhis salam, edhe ka shoqëru meleku në vdekjes. Qaq ka pasit të barë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj qëni salavat për Muhammedin alaihi salatu wassalam. Për njeri unë cilin Allahu aso qëllë mas shumë të në dunja ka dasht emnin e ti me emën të vetë. Gjennet e ka shkru La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe meleku i vdekjes nuk ka mujt me hy, ka hy Gjibrili alayhis salam. Dhe i ka thonë, o Muhammed, ka ardhë koha dy udhë ki. O me jetu për herë, e me konë deri njeri i funit në dynja, e me konë gjallë, o vadja e Allahut ka ardhë tash. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shikoni për mallimin e ti për Allahun. Ka thonë që shukon në smut, koka e ti kur ka dhimt është si mi dhimt 13 koka brenda një koke. Mëse harroni këto. 13 smuja në një trup. Qa që ka pos goditje në rëndë Muhamedi alayhis salam. Qysh e ka pos fuqin, e ka pos të dashurit e mi dhe përjetimin e dhimtës. Se fuqia e ti u kosa 13 vet. 13 vet një në non, veç kynë në non, me një litor 13 i ka të rijek. Qa që ka pos fuqin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka ngrit dorën, ka thonë bel ila rafiqil a'la, du me shku të Allahu, hej Rasulullah khatem el anbiya'i wal mursalin, vula pejgamberis, ka thonë du me shku të Allahu dhul Gjelal. Prandaj vllazën të dashur në të Allahu kena me shku. E mirë, po mos të menojmë që të Allahu shkojmë veç kur desëm, por duhet mu këthy të Allahu para se me dekë. E para se me deko tash, me ju këthy Zotit me të ube istighfar, edhe mu bashku edhe mu lidh fise bilillah për i zetë Zotit. E vllazën, atë shumë ka qenë i lidhën vojza e ti për Muhammedin alayhis salam, Fatimia radiallahu ta'ala anha. Sa që të dashurit e mi, i ka thonë diçka në vesh pejgamberi alayhis salam Fatimes, ka kojtë. Herën e dytë, kur i ka thonë diçka në vesh, ka kesh. E Aisha radiallahu ta'ala anha, gruja pejgamberit alayhis salam, në dhomën e se cilës ka ndrujet Muhamedi alayhis salatu wassalam, mas i ka ndrujet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka pyet Fatimen, ka thonë, për çka ke kojt herën e parë dhe çka konë që ke kesh herën e dytë. Thot herën e parë më ka thonë, oj bi po të langë, po des baba. E herën e dytë më ka thonë, shpejti do takoni. Edhe vllazën thuhet
se Fatimja nuk ka jetu ma shumë se 6 muaj mas vdekjes së babës saj, i cili baba i saj është pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Na mundsoft Allahu që në dashnin ton për Muhammedin alaihi salatu wassalam të jemi në regjistrin e shefatit ti. E të janë në para arsit tanë, e pas arsit tanë, e shahida tanë, e babalarët tanë, e nana tëna, e gjyshet tëna, e prindrit tanë, e njerëzit tanë, deri në ditën e kiametit. Ne mundsoft Allahu, ati kofë shumë falë. Lazën me kaq për përfundoj, i lutëm dhe i përgjerohëm madhrisë e ti, pësë që do të qesëm prapë, na jena të punu, jeni të e pa pjesa gati qëndrore veç ka përfundu edhe jashtë, na ka met një pjesë e vogël pa përfundu, për 10 ditë, eventualisht 2 javë, me emën Zotit edhe të pijat kena me ishtru, edhe na ka mbet borçi për mbi supet tona, e kapak, me lejnë Allahut kemi me përfundu. Faleminderit shumë vëmendje, Pedriti del atje me kushtrimin në postoqi, e ju na ndihmoni sa të keni mundësi. Mirë po dijeni të dashurit e mi, ajo e cila jepni, ajo është juvja. Ajo që hargjohet për punë të juja, ajo kryja, ajo ka fatin atë përfundan. Ama kjo që e len këtu, kjo do të mbetet për jetë deri në ditën e kiametit. Allahumma mundsos ya rabbul alamin. Faleminderit shumë. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Për këtë arsye vllazën që të fragment të vdekjes të Rasulullahit e kallëzova me qëllim madhështia e njerit përballë melekut. Madhështia e njeriut përballë melekut. Ej melek që kur s'kan gabu, kur Zotin se kanë idhnu, kur vjen e ku që nuk e kanë prej, kur arë puna mu taku, kanë pas marifet, ka thonë nuk po moj, nuk po bëj bol, me hy të Muhammedi alayhi salatu selam, është dasht lajmin e vdekjes me akuntu me leku Gjibril alayhi salam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo i bjen kur njeri ka ka autoritet. E autoriteti dhe ura nuk fitohet në ryshe, aja nuk është me të thone, aja është me të dhone. E inshallah Zotit Dhul Gjelal, këti populli i arun autoritetin. Këti populli i madhe Zot i arun orën deri në ditën e kiametit. Që është kam pas plest e plegjëve tonë orë, që pasha Allahun 7 komësiner ishë Jugoslavia në modë 10 herë deri sa i kanë full babgjyshit tënë. Babgjyshit në ashtë s'ka dite me shkrua me ledzu, por plisën e barë të dashurit e mi i ka bo batë si bara që i s'ka kuzuas po kuvniku me këqyrë në sy, për shkak se ka qenë burë dhe besimtari Allahut, ka pos orë, e këtë orë të dashurit e mi ka hise në atë orën e madhët Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Faleminderit shumë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vëllazën të dashur, besimtar, mos e harroni fjalën e Allahut 139 surën Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetëso, e mos u pikëlla, e mos u ligështa, e mos rrej për gjumaft, për çu, për izet Zotit. E bënu besimtar, krenar, që Allahut ka falë, shqiptar, e je në rrugën e Allahut, e je pasusi Muhammedit alayhi salatu selam, Zoti kur mundi s'ka me ta hub, e Allahu kabul të gjithve ka më në bo. Tëra e kametin e qufshit bëku.